Për pas që I fali 5 kote namazëve, namazet në gjumos, namazet natë, namazet gjitha që I fali, që janë obligim për musliman, punoj me 2 traktora, tokën, maj, qanë e kafsh, edhe zjarrit e bajt pa ndërprej. Sot jam në fshatin Llupçan, e pikrisht jam të vorët e dëshmorëve. Sot është dita e votime për kuvende komunale në Kosovë, unë vetëm kom votu, edhe në Kosovë shkoj ka farrizat dëshmore, por tash sot jam Llupçan këtu. Këtu të vorët e dëshmore është edhe dietari Islam Rahmet Shpirti Post, Hoxh Mulla Jakub Hasipi. Po shën këtu. Te këtu vorët dëshmore, përveç dëshmorët Maqedonisë, ka dhe të Kosovës, si që është Daja Ilmi Kameri, djali Dajs Betëria Qaku, dajt babus, edhe Daja Frim Kalanisa, djali Dajs Vehbi, tjezirësi që ka mune daj. Këtu prej vorët të dëshmore, shijes Llupçani atje poshtë, kanë maru tash frek, me hyp nalt atje shekejs Llupçanin, e vendet ndryshme, si panorama. E aty është muzeu që ka rrobe edhe arme origjinale që kanë bajt dëshmorët e kombit këtu në Maqedoni. Dërsa kjo është makina e komandantelit, vllaut nga Shqipëria, Rahmet Shpirti Post. Kjo është muzej këtu në vorët dëshmore në Llupçan. E ky muzej është ku ka fakte, dokumente, rrobe të ndryshme të ushtarëve të UÇK-s. Këtu do të me thirat që ka qelësat, po nuk pe thirë unë se ju më kanë këtu disa herë mrena, këtu fotografi të ndryshme. Kjo komandant Teli këtu, makina e ti që ka liftu edhe qysh unë shkatru luft kur u vra. Këta dhe kam prej mbes një shoh, sa është që full sa këtu Maqedoni.